Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthehemi sërish në program 11:09 është ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka. Ju jeni duke dëgjuar Live from Tirana si çdo ditë tjetër nga hëna të premte prej orës 10 deri në orën 12:00. Dhe sot në këtë pjesë të dytë të programit, siç ju lajmërova, vazhdojmë të jemi në studio për të diskutuar një prej temave më interesante, e cila në kohërat që jetojmë shumë e rëndësishme, por mbi të gjitha më rëndësishme bëhet akoma gjatë verës ku lëkura jon është më ekspozuar ndaj diellit. Dielli jo gjithmonë është i mirë, sjell plake, sjell sëmundje të tjera që nuk duhet të përmend se janë të tmerrshme, por duhet me i përmend për të mirën shëndetit tonë. Dhe mbi të gjitha lëkura do pak më shumë kujdes sesa gjatë sezonit të dimrit gjatë verës për shkak të djersitjes, rrezë e diellit siç e thash. Për të diskutuar me këtë, për të diskutuar me profesionistë të fushës, jam në studio me Ina Ferrën, mjeke estetiste. Mirë se vjen në program. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi. Pse është kaq delikate lëkura dhe pse kërkon më shumë vëmendje gjatë verës kujdesi ndaj lëkurës se sa gjatë periudhës tjetër të vitit? Në fakt do të thoja që si gjatë periudhës së dimrit, si gjatë periudhës së verës, është shumë e rëndësishme që ne të tregojmë një kujdes shumë të madh për lëkurën, sepse rrezet e diellit, siç tham, janë goxha të forta, problematika që ne mund të kemi me lëkurën të hasura prej shumë kohësh, siç janë hiperpigmentimet, pra njollat kafe, porët e zmadhuara, dhe djersitja e tepërt mund të bëjë që ne duhet të përpiqemi që ta mbrojmë lëkurën më shumë se ç'duhet gjatë kësaj periudhe. Kush janë ndryshimet më të mëdha që pëson lëkura gjatë verës dhe pse është kaq e rëndësishme një rutinë e veçantë në këtë sin? Pra çfarë ndryshimesh pëson lëkura jon? Atëherë, ne thamë që me djersitjen mund të vinë probleme më të shtuara të lëkurës, siç mund të jenë porët e zmadhuara, mund të jenë njollat kafe, mund të jetë lëkura më sensitive sepse ka shumë pacientë që vuajnë nga problematika si rozacea e tjera me radhë. Prandaj të duhet një skincare shumë i kujdesshëm, gjithashtu duke përfshirë një plan bazik, pasi përdorimi shumë i acideve apo eksfoliantëve mund të bëjë që mund të krijojë problematika më të mëdha për lëkurën. Pra duhet të jemi shumë kujdesshëm që të përdorim sa më shumë SPF-n për të mbrojtur lëkurën, hidratimin, sepse edhe një lëkurë e ndryshme ka nevojë për hidratim. Dhe gjithashtu elemente të ndryshme të cilët mund ndihmojnë, si për shembull njollat kafe apo rozacean që po flisnim. SPF-ja është shumë e rëndësishme. Edhe gjatë dimrit sugjerohet të përdoret se rrezet e diellit dëmtojnë gjithashtu edhe gjatë dimrit, por ka disa sekrete të vogla edhe për përdorimin e SPF-s. E para njerëz si ta zgjedhim SPF-n të mirë, pa përmendur emra brandesh, dhe së dyti po lexoja para disa ditësh një artikull shumë interesant ku thoshte që SPF-ja duhet aplikuar 20 minuta përpara se të dalim nga shtëpia në mënyrë që efekti mbrojtjes të jetë më i mirë. Kështu që më thuaj të gjitha sekretet e SPF-s për gjithë dëgjuesit. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për pacientët që kryejnë gjithashtu dhe trajtime estetike gjatë periudhës së verës. Mbrojtja e lëkurës është shumë e rëndësishme. SPF-ja nuk mund të aplikohet vetëm në mëngjes apo vetëm pas dite, por do një riaplikim gjatë gjithë ditës. Që do thotë sa herë në ditë duhet të përdorim SPF? Mund të riaplikohet 2-3 herë në ditë, pra e mira është gjithmonë para se ne të dalim, para se ne të shkojmë në plazh, të kemi fytyrën e mbrojtur gjithashtu dhe trupin, sepse ndonjëherë evitojmë pjesën e qafës, dekoltes dhe fokusohemi vetëm tek pjesa e fytyrës. Gjithashtu pjesa e SPF-s është shumë e rëndësishme të zgjidhet sipas tipologjisë së lëkurës, sepse kemi një fytyrë të ndryshme që ne nuk na pranon disa ingredientë që mund të ketë një SPF e cila është për një lëkurë të thatë. Prandaj ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në elementet dhe ingredientet që përdoren dhe të konsultohemi gjithmonë me profesionistët për këtë gjë. Pra jo të blejmë çdo SPF në treg ku thuhet se është mirë, por duhet të përshtasim atë me tipologjinë e lëkurës. Kush janë gabimet më të zakonshme që bëjnë njerëzit në kujdesin e lëkurës gjatë verës? Ku gabojnë më shpesh? Përgjithsisht tek trajtimet estetike preferojnë që të bëjnë ndonjë peeling të thellë të lëkurës ose lazerat, radiofrekuenca, të cilët ndihmojnë në efektin lifting të fytyrës. Por ne gjithmonë themi që duhet të përpiqemi të bëjmë trajtimet që sugjerohen gjatë verës. Për shembull, dermafaciali është një nga trajtimet më të preferuara për të bërë eksfolimin e thellë të lëkurës, për të hequr qelizat e vdekura dhe për të pasur një hidratim të thellë. Skin boosterat janë shumë të sugjeruara për pacientët ose mezoterapi që ne kemi me vitamina ose acid hyaluronik. Kjo e ndihmon shumë lëkurën e pacientit për të pasur një hidratim më të thellë, për të pasur një lëkurë më të ushqyer dhe më të shëndetshme. Gabimet që bëjmë përgjithsisht mund të jenë dhe acidet që mund të përdorin në skincare-in e tyre, siç janë glikoik, azelaik, por
dhe retinoli është një nga elementet që ne e përdorim shumë në rutinën e lëkurës, por duhet jemi shumë kujdesshëm sa herë duhet ta përdorim dhe duhet ta aplikojmë vetëm gjatë natës, sepse janë acide shumë të forta, të cilët mund na sjellin shumë problematika gjatë kontaktit me diellin. Qartë, ndërkohë, jo të gjithë kanë mundësi ekonomike të bëjnë të gjitha këto trajtime, po të shohim në fshatra ina, po të shkojmë atje, shohim njerëz që janë shumë të plakur, edhe pse janë në moshë të re, fytyra e tyre është e plakur për shkak se puna e tyre rezulton të jetë me orë të gjata në diell, e mbrojtja ndaj diellit ndonjëherë është e pamundur, e jo të gjithë kanë mundësi, po. Le ta themi, jo të gjithë ka mundësi të blejnë krema mbrojtës kundër diellit, edhe pse nuk është çmenduri të blesh një kremë mbrojtës, po ndoshta edhe nuk e din shumica çfarë është SPF-ja. Mungesa e informacionit. Do të shkojmë në reklamë dhe më njëherë pasi të kthehemi nga spotet publicitare, do dua të diskutojmë pak me ty se si ta mbrojmë fytyrën dhe se si të kujdesim për lëkurën, edhe në kushte shtëpie. Për shembull, dikush po më thoshte para disa ditësh që nuk blej SPF, por ka mbjellur disa aloe vera në shtëpi dhe përdor aloe verën edhe për të gjitha teoritë që qarkullojnë së fundi edhe në botë, ku diskutohet që SPF-ja gjithashtu shkakton kancer, por mbetën në termin e teorive konspirative dhe për këtë dua të më shpjegosh pak më parë si të kujdesim për lëkurën në kushte shtëpie pa harxuar shumë para. Shkojmë në reklamë. Pak javë më parë dëgjuam në këto momente na rikthen sërish në program Jessie J, por jeta më e mirë jetohet edhe kur e ke lëkurën shumë të mirë. Dhe përpara se të largoheshim në publicitetin, po të pyesja për kushtet ose më saktë si ta mbajmë një lëkurë më të mirë pa bler kremra e pa shkuar tek mjekët estetik. Sigurisht që juve intereson të vinë tek ju dhe mendojnë që gjithmonë duhet shkuar tek profesionistët, por le t'i vim në ndihmë edhe atyre që nuk kanë mundësi ekonomike. Po, diskutuam dhe pak më parë pjesën që po thoshim përdorimin e aloe verës dhe SPF-ja. Këto ishin dy klasifikime për mua shumë të kundërta nga njëra tjetra, sepse secila ka funksionin e saj. Po, dhe pyetja është për të sqaruar publikun, a e zëvendëson aloe vera natyrale përdorimin e SPF-s? Atëherë, siç e dim gjërësisht dhe në Shqipëri gjithashtu është përdorur shumë aloe vera për një rigjenerim të lëkurës në nivel qelizor, në rast të djegjeve apo të cicatriceve që ne kemi. Nga ana tjetër, SPF-ja është kremi mbrojtës i diellit i cili ndihmon nga rrezet ultraviolet dhe gjithashtu është i pazëvendësueshëm. Pra nuk mund të themi që mund të përdorim aloe vera fillimisht dhe pastaj mund ta zëvendësojmë me SPF-n në asnjë mënyrë, sepse secila ka kategorinë e saj të trajtimit të lëkurës. Pra për mua SPF-ja është e pazëvendësueshme. Pra, përgjigja është që aloe vera nuk e zëvendëson. Nuk e zëvendëson as pak, pra mund të përdoret për një skuqje pas ditëve të nxehta të plazhit apo një djegje që ne mund të kemi në lëkurë, por jo për të zëvendësuar totalisht përdorimin e SPF-s. Ka njerëz që e injorojnë përdorimin e SPF-s, që është kremi mbrojtës ndaj rrezeve kancerogjene të diellit edhe gjatë dimrit. Dhe kjo është shumë gabim. Është gabim. Po, sepse një rutinë e lëkurës duhet të mirëmbahet që nga stina e dimrit, gjithashtu edhe në stinën e verës. Nuk mund të themi që SPF-ja është e panevojshme gjatë dimrit, sepse është ftohtë, është dimër dhe nuk e kemi të nevojshme. Mund të themi që rrezet ultraviolet janë më të forta gjatë kësaj kohe, kështu që ne duhet tregojmë akoma dhe më shumë kujdes në përdorimin e SPF-s. Gjithashtu për të rikthyer pyetjes për pjesën e një skincare për një rutinë për kujdesin e lëkurës, ne nuk mund të evitojmë dot një larës të mirë për lëkurën, sipas tipologjisë që ne kemi, sepse janë disa gjëra që... Po si ja bënë gjyshet tona që e lanin fytyrën me ujë dhe sapun? Edhe e kishin, jo keq në fakt. Mendoj që stili i jetesës ka ndryshuar. Produktet që ne përdorim, atëherë kishte ushqim më të mirë, thua ajër më të pastër. Janë të gjitha faktorë që ndikojnë në stilin e jetesës ton tani më dhe gjithashtu edhe tani. Ushqime me pesticide, pije me pesticide, ajri është skandaloz, domethënë, sidomos në metropole. Rreze gjithandej celulare, më the të thash. I aplikojmë dhe fytyrës këto produkte të laboratorit të prodhuara me kimikate. Atëherë, këto janë medical grade skincare. Prandaj ne duhet bëjmë kujdes çfarë zgjedhim të përdorim në lëkurën tonë, nëse do jenë produkte të cilat janë të vërtetuara nga kimistë të cilët kanë punuar për këto lloj kremrash, apo përdorim një krem i cilin e zgjedhim në një Parimi juaj si estetistë është që një pjatë më e lirë në jug dhe një krem dielli më i shtrenjtë, jeni me këtë parim? Jam sepse është shumë e rëndësishme që ne
të mirëmbajmë lëkurën për një përdërim më të gjatë, sesa një pjatë që mund ta shijojmë vetëm për gjysmë ore dhe pastaj qëndrojmë përsëri. Po. Kam një pyetje shumë interesante dhe këtë e dua highlights në TikTok, por osi për redaksin e webit, të cilët e përshëndesim gazetarët tanë. Shoh shumë vajza që shtrihen në shezllone dhe më pas futen në plazh, në jug ndodh kryesisht me make-up, jo make-up. Gati make-up profesional, si në përdasma. Sa e shëndetshme është kjo për lëkurën? Atëherë, kjo është një pjesë që ne duhet të përpiqemi të këshillojmë sa më shumë njerëzit. E kuptoj që dukemi shumë bukur, plazhi është për të qenë. Po jo, e di çfarë më tha një vajzë një ditë, e mbroi fytyrën unë kështu tha me make-up. Po se ka vendosur disa shtresa make-up. Mbrojt vërtet? Atëherë, kjo është një nga mitet që ne themi, por mbrojtja e lëkurës ka nevojë për rutinën që ne sugjerojmë, që është një hidratim mjaft i mirë për të vendosur këtë shtresën mbrojtëse dhe për ta përthithur lëkura sa më shumë dhe SPF-n. Sepse nuk mund të themi që një fondatin do na mbroj lëkurën në një nivel shumë të lartë kundra diellit, por mund ta dëmtoj atë sepse mund të bllokoj poret dhe pastaj mund të nxjisë një gjersitje më të shtuar, pastaj kalojmë në inflamacionet lëkurës, që themi pastaj unë nuk kisha këtë lloj breakouti pse ndodhi, por nuk e dim se çfarë kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Kështu që kujdes sa më i madh ndaj lëkurës, do dukemi bukur dhe me një lëkurë të shëndetshme. Pra e mira është që të shkojnë në plazh pa make-up. Kjo është më e mira, po do ja sugjeronim të gjithëve. Sa më mirë një lëkurë e hidratuar si një beb, sesa një full glam make-up dhe pas disa kohësh do kemi problematika të tjera. E tmeshme kur sheh pamje të tilla në plazh. Mirë, interesante të gjithë biseda që po trajtohet, se besoj që është kulmi i sezonit, plazhi ka nisur këtë vit më herët se vitet e tjera për shkak të temperaturave të larta dhe publiku ka nevojë. Por sigurisht bota e estetikës është edhe biznes, edhe shumë pacient, qofshin këto vajza apo djem, shkojnë në klinika të ndryshme dhe kërkojnë trajtime sepse kanë dëgjuar që bëhen mirë, por besoj që ka disa trajtime që nuk duhen bërë gjatë verës. Kush janë këto trajtime që nuk duhen bërë gjatë verës, se publiku të informohet edhe të mos bjerë pre e faturimit të në fakt, shërbimeve që nuk i vlen gjatë verës. Kanë filluar të ndërgjegjësohen tani, sepse është shumë e lehtë që ti të bësh një kërkim në Google apo në ChatGPT, se çfarë janë trajtimet që ne na sugjerojnë, se nuk kemi çfarë të bëjmë, është diçka që jeton me ne tashmë. Por gjatë një konsulte gjithmonë shikohet tipologjia e lëkurës së pacientit, stili i jetesës që ai ka dhe gjithashtu ndërtohet një protokoll. Pra, ne gjithmonë sugjerojmë një pastrim të thellë të fytyrës, që është një dermafacial. 3 hapat e saj ndihmojnë që lëkura të jetë më eksfoliuar, më e pastër për të prirur trajtimet e radhës. Mezoterapit me vitamina e ndihmojnë për të ushqyer lëkurën, edhe gjithashtu trajtimet me terapi enzimatike. Por çfarë nuk duhet bërë gjatë verës? Por ato çfarë nuk duhen bërë janë lazerat, të cilët janë ablativ. Nuk po flasim këtu për lazerin e epilimit, por po flasim për lazerat të cilët siç janë CO2-shi, që janë të rëndësishme për rigenerime të lëkurës, për CO2-shi është bërë shumë trend në fakt. Është bërë shumë trend. Patjetër që kryhet, është një nga trajtimet më të preferuara, por ka periudhën e saj të aplikimit, sepse koha e rikuperimit është pak më e gjatë. Radiofrekuencat, HIFU, këto janë trajtime të cilat ne nuk i sugjerojmë. Janë shumë ablativ, dëmtojnë shumë lëkurën, kërkojnë kohë të gjatë rikuperimi. Prandaj e rëndësishme është që ne momentalisht gjatë verës ta mirëmbajmë me një rutinë zakonshme siç folëm në shtëpi, me mezoterapi të ndryshme dhe gjithashtu një pastrim i fytyrës i thellë, i cili është i nevojshëm të paktën një herë në muaj. Interesante. Ndërkohë do dua të mbaj edhe pak në program, nëse më lejon, për të bërë disa pyetje shumë interesante. E para, do dua të më tregosh vetëm pak në program se kush janë produktet që nuk duhet të mungojnë atë çantën e plazhit, përveç shapkave me logo të shtrenjta, por produktet për trajtimin e fytyrës, por edhe lëkurës gjatë gjithë të trupit. Disa maska që mund t'i bëjmë në kushte shtëpie, sepse dëgjoj plot që bëjnë edhe trajtime me kafe, pra marrin kafen e aplikojnë në fytyrë, edhe nëse do duhet të jepje një këshill të vetme për kujdesin e lëkurës gjatë verës, cila do të ishte ajo, por shkojmë një herë në reklamë dhe rikthehemi pas pak në program. Momente vazhdojmë të
jemi në studio me Ina Ferra, mjeke estetiste, dhe dua të flas për disa gjëra shumë trending që qarkullojnë online, edhe besoj që do të ketë shumë kuriozitet në platformat sociale. E para, kam parë këtë trajtimin që bëjnë shumë influencer në rrjetet sociale dhe publikojnë në TikTok dhe Instagram dhe bën shumë virale, marrë një një tas, një tenxhere e mbushin me akuj edhe ujë dhe e fusin fytyrën aty për disa sekonda, për disa herë me radhë, thuhet që është mrekulli për fytyrën. Sa e vërtet është? Është shumë e vërtet. Është një nga trajtimet i cili përdoret gjithashtu dhe në pjesën e zonës së Koreas, vajzat të cilat kanë një lëkurë shumë të shëndetshme. Ky lloj trajtimi është shumë i thjeshtë, shumë efikas sepse ndihmon, është pa kosto. Yes, sepse ndihmon lëkurën që të krijojë një efekt me skin tightening, por et mos të duken shumë të zmadhuara dhe gjithashtu jep një zbardhim shumë të madh të lëkurës. Mos e vri mendjen, jemi live edhe është normale të kollitemi ndonjëherë. Kështu që e sugjeron të përdoret. Ka filluar edhe në Shqipëri, në fakt, kam parë goxha njerëz që kanë filluar e aplikojnë këtë me akuj edhe ujë të ftohtë. Përveç kësaj është dhe trajtimi me argjil që e preferojnë shumë. Është një maskë e cila mund të kryhet dhe në kushte shtëpie. Argjila, mjalti, kosi natyral, tërshëra, janë të gjitha maskat të cilat kombinohen me njëra tjetrën sipas problematikës që ne kemi. Interesante. Një trend tjetër në fakt që ka filluar të aplikohet, kam përshtypjen e pan fillimisht u bë buje madhe pasi e kishte aplikuar Kim Kardashian, në mos gaboj, ka filluar të jepet si shërbim edhe në disa klinika në Tiranë, është trajtimi i fytyrës me spermën e salmonit. Tani, si konsiston, si injektohet, ku injektohet dhe për çfarë shërben dhe sa efektiv është? Në fakt, terma e marketingut është sperma e salmonit, por në fakt janë polinukleotide, pra janë të marra nga një varg i ADN-s ose i ARN-s së salmonit. Dhe ka efekte rigjeneruese të lëkurës, të cilët trajtojnë pjesën e fytyrës, dekoltes, rrafëve të zi poshtë dhe gjithashtu problematikave postoperatore siç janë cicatricet dhe shumë problematika të tjera. Preferohet shumë në masë, që në momentin që është kryer. Është si trajtim? Mund të themi që në këtë periudhë mjekësia estetike me çmimet është në ato nivele të cilët edhe duhet të investojmë, sepse është për... Sa shkon për shembull një trajtim në një klinikë mesatarisht po flasim në Tiranë me... Mund të shkoj mesatarisht tek 200 euro, 250 euro, sepse është një shiringë e cila përmban gati 2 ml element në shiring, pra mund të injektohet plotësisht në të gjithë fytyrën. Dhe sa herë në vit mund ta bëjmë, sa herë e këshillueshme është? Atëherë përgjithsisht pacientët që e kryejnë ka një protokoll në klinikë që ndjekin. Pra duke aplikuar një herë në çdo muaj dhe më pas çdo 3 muaj ato bëjnë një riaplikim për mirëmbajtje të efektit që ka ADN-ja e salmonit. Qartë, ndërkohë çfarë nuk duhet të mungojë në çantën e plazhit të vajzave dhe të djemve, se isha atje në plazh për shembull dhe po shija tre laca, në të me varë se kështu gjëra është me shumë ekspozim të jetës së luksit edhe në një moment shkojnë tek vajzat pranë i kërkojnë SPF. Okej, kjo mund të jetë edhe një kurth për të gjuajtur me njëri tjetrin, por në fakt ndodh që çunat nuk duke sikur shkojnë aty në plazh dhe si intereson fare për blerje SPF. Çfarë nuk duhet të mungojë përveç SPF-s, që është shumë e rëndësishme? Atëherë, SPF-n e tham si për përdorimin e fytyrës, SPF-ja për përdorimin e trupit, gjithashtu. Ujë termal. SPF-ja dhe për buzët është shumë e rëndësishme. SPF dhe për buzët. Ta. Është në trajt lipstick që ne përdorim dhe thjesht e riaplikojmë mbi buzë, pra që mos krijojmë tharje të tyre dhe kemi tërë kohën të hidratuar. Tani, një kuriozitet, se po ja bëj dhe vetës pyetje tje. Nëse ne kemi vendosur SPF jo para shumë orësh, por së fundmi dhe vendosim të bëjmë një zhytje në det. Pas daljes nga deti, SPF duhet patjetër gjithmonë riaplikim, pra nuk është ajo që ndron aty. Ajo që ndron, por e mira është që ne të bëjmë një riaplikim, siç tham 2-3 herë gjatë ditës, sidomos kur jemi të ekspozuar tërkohën në plazh. Zhytja në det e humbe efektin. E humbi efektin e saj, pse jo ta riaplikojmë ujin termal gjithashtu, sepse është shumë i rëndësishëm. Ai ndihmon edhe në goxha freskim në fakt. Në freskim të fytyrës dhe gjithashtu për vajzat është sugjeruar dhe kujdesi për flokët gjithashtu, sepse uji, deti, plazhi, rrezet të gjitha janë kundërindikacione për një
flokët që mos të jenë më të shëndetshëm, apo të kemi Çfarë duhet tharje të pasur shumë tyre. parasysh për flokët? Ka ingredientë të cilët përdoren siç është uji termal për flokët, gjithashtu është dhe një SPF me mbrojtje gjithashtu për flokët, po. Okej, interesante. Tjetër? Për Punj- shumë dielli dhe after sun. edhe ai thonë që është shumë Është e shumë rëndësishëm rëndësishëm. pasi ka përfunduar Dhe rrezikët ka e forta. elementin aloe verës që ne po thoshim pak më përpara që na ndihmon për rigjenerimin e lëkurës, djegjeve dhe mbrojtjen e saj. Një këshill e vetme që jep ti na dhe shumë këshilla, por një e vetme e fundit për ta mbyllur që jep të gjithë dëgjuesit tan për lëkurën. Në çdo moment të vitit, në çdo stin të saj, duhet ta mbrojmë lëkurën me SPF. Është shumë e rëndësishme, hidratojeni, kujdesuni për të, është një gjë që do na ndjek gjithë jetën. Interesante shumë, edhe ju që jeni duke na dëgjuar në makina tashmë, mos harroni që rrezet edhe sidomos që vinë edhe për te xhamit të makinës janë po ashtu të dëmshme për lëkurën tuaj edhe përdorni SPF dhe mbroni lëkurën tuaj. Ina Ferra, mjeke e estetisë, unë të falenderoj shumë që ishe në program sot për të ndarë këshillat e duhura që besoj do i kanë hyrë në punë shumë dëgjuesve dhe atyre që do na shohin pas pak çastesh në YouTube në kanalin tonë zyrtar. Kënaqësia është Një gjithë të për hënë të mua. bukur e një javë të mbarë në vazhdim. Ne me një herë pas siglës do të shkojmë tek muzikë e mirë shqiptare. Aurela Gaçe dhe John Van Wright kanë sjell pak javë më parë një këngë shumë të bukur me titull Imagjinoj. Shijojeni dhe rikthehemi pas pak në program.